Gjykata e posaçme ka kaluar për gjykim Lajert Haxhiun, Kristi Bixhekun dhe të penduarin e drejtësisë bashkëpunëtorin Artan Tafani. Të tre akuzohen për vepra të rënda penale, përfshirë vrasje me paramendim, shkatrim prone me eksploziv, vjedhje me armë, sigurim kushtesh për kryerjen e vrasjeve, si edhe vrasje për gjakmarrje. Sipas PAK, Lajert Haxhiu ka qenë në krye të kësaj organizate kriminale dhe së bashku me personat e tjerë akuzohet për përfshirje në 14 ngjarje të rënda kriminale. Hetimet janë mbështetur kryesisht në dëshminë e të penduarit Artan Marius Tafani, përmes të cilës janë provuar vrasjet e Çayup Selimit në Tepelen, Fridman Xhaferajt në Korçë dhe Alban Semakut në Peqin, si edhe është zbardhur tentativa për vrasjen e shtetasit Kujtim Meta. Ndërkohë, Kristi Bixheku njihet si ushtar i Lajert Haxhiut dhe akuzohet për një sër veprash penale nga shkatrimi pronës me eksploziv deri te sigurimi i mjeteve për kryerjen e vrasjeve. SPAK bën me dije se aktiviteti kriminal i këtij grupi të strukturuar është trirë nga muaji prill i vitit 2021 deri në maj të vitit 2023, kur drejtuesi dhe organizatori i tij, Lajert Haxhiu, u arrestua në Greqi. Ai u ekstradua drejt Shqipërisë në korrik të vitit 2024. Lajert Haxhiu është dënuar më herët me burgim të përjetshëm për masakrën e Lushnjës në vitin 2017, ku u vran Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha dhe u plagosën 2 persona të tjerë, ndërsa shënjestër ishte Xhulio Shkurti, nipi i ish kreut të bandës Aldo Bare.